Kështu që menoj që dalja sa me ult në zgjedhje do ta dëmtonte vetëvendosjen. Në rast se kemi dalje më të madhe, i bën që favorizohet vetëvendosja. Na po flasim këto, u përmend më herët që e dina çka ka ndodhur, po flasim çka ka më ndodhur. Nuk mujna me fol çka ka më ndodhur, pa e pa çka ka ndodhur prej shkurtit e tutje, kur neve në zgjedhje nuk na ka më ndryshu rezultati shumë që me ditë çka ka më ndodhur mas tyne. Domethënë duhet më nis te çka ka ndodhur dhe çka partitë politike mujnë me bën ndryshe për me dalë nga kriza politike, ose për formimin e institucioneve, mos me pas ngërshte të tilla institucionale. Ma herët u fol edhe për koalicionin me LDK-n, që nuk është, janë 4 vjet, 5 vjet prej 2020-s kur vetëvendosja ka qenë koalicion me LDK-n. Se shpeshherë këto ritmi i politikës po na bën me harru. Në koalicion vetëvendosja me LDK-n kam pas marrëveshje. Edhe çka ndodh është që kryeministri atëhershëm e shkarkon njërin prej ministrave të koalicionit pa aprovim. Tash nuk do të thot emri kush është ai ministër, po do të thot çka ti je në gjendje si